Sekonda ecin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimit i takojnë vetëm Allahut. Atë e falenderojmë ndihmë dhe falje për ti, kërkojmë dërgojmë salavat bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe respektuar vëllezër, ligjërata e sonshme do të jetë pak e koklavitur, por do të mundohemi ta bëjmë sa më thjesht, sa më të kuptueshëm. Pyetja me të cilën rinia islame gjithmonë preokupohet me këtë pyetje. Sepse ndëgjon ligjërata nga TikToku, nga xhallar të ndryshëm, nga rrjetet sociale të ndryshëm, me gjuhë të ndryshëm, shqipe, gjermanisht e kështu me radh, dhe gjithë atë niyetin e pastër që e kanë të rit, niyetin e pastër që klar apsit, do të thonë që e kanë niyetin e pastër është si ta ndjeki unë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më afër tim atij. Nuk do t'i shoh njerëz shumë ngjathë me ka thënë ki, ka thënë ai, po direkt Resulullah sallallahu alaihi wasallam ai çka ka thënë, ata praktikoj. Dhe qëllimi i çdo kujt është kjo. Prandaj si pyetja është kë e ndjekim ne, kujt i shkojmë, ka e ka e ndjekim ne, a pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hadithet apo thënjet e njerëzve, ka thënë filan dietari, ka thënë Ebu Hanifja, ka thënë atë. Sepse parashtrohet një pyetje, takosh me një të ri dhe të thotë, ne ndjekim sunetin Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak një hadith ta thot. Dhe ti thua ne Ebu Hanifen çka be kjo punë ki pejgamberi ne Ebu Hanifen sa larg ka pshtan, ka distancë e kështu me radh, nuk nuk vjen mirë. Prandaj ajo që është më rëndësi të potencohet është që ta mbajmë mend një gjë. Gjithë ne e ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo kush prej nesh e ndjek Kur'anin, e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por forma si, këtu është debati më kryesor. Në hyrje metodologjike, problemi i formulimit të pyetjes. Pra, do të thash, është pak e koklavitur, por ndal nga dalë të mundohemi ta bëjmë sa më thjesht, sa më bukur, sa më mirë. Në shikim të parë, kjo pyetje kë e ndjekim ne, është ose e ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose thënjet e njerëzve, me Ebu Hanife, me sahab, me të tjerë. Pra dhe njeriu ndjen pak i nënçmuar dhe i zhgënjur, entojsht pak i zhgënjur të tij. Pse unë mos e ndjeki pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kur dikush e ndjekën, e dikush xhamati jon ose xhamia jon e ndjekën Ebu Hanifen. Si mundet kjo? Pse kjo kështu është? Ai shkon më njëherë me ato kusum e ndjekin apo kinse e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjë që nuk është ashtu. Kjo fjalë është dikotomi e rreme. Çka thot dikotomi, ose kështu ose ashtu. Kjo është një gabim i madh dhe një trik gjithmonë që i mashtrojnë rinin. Sepse rinia e ka niyetin e pastër, atë që e thash në fillim. Don të jesh musliman i mirë, don të jetë. Edhe kush ka i thot ai e merr më një herë. Por rini e pjekur në mosh, në kulturë, në erfarung, në përvojë, është ai rini që i punon koka dhe i ndjek gjërat mirë. Vëllezër të dashur, suneti nuk na ka ardhur drejt për drejt. Çka do thotë kjo? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ke kontakt direkt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Jo. Pra ka njerëz, ka sahabi, ka tabiin, ka tabiin, e kështu me radhë. Do të thotë ka njerëz mes. Nuk mund thosh direkt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama ka njerëz. Pra kur thot, thot ne ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, përsëri me njerëz. Deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mund ta fillosh nga Imam Buhariu, mund ta fillosh nga Ebu Hanifja, çetërsi është ajo. Prap ka disa gjenerata, një tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tash. Kjo është që një gjë që duhet të potencohet, sa i përket autoritetit normativ. Kjo do të thotë Kur'ani dhe Suneti si burim primar, pra si burim thelbësor i fesë islame. Ti potencojmë vetëm një ajet apo dy ajete në këtë rast, thotë Allahu xhalla shanu ya ayyuhalladhina amanu atiullahu wa atiur rasul wa ulul amri minkum, vazhdon ajeti. O që keni besuar, respektoni Allahun, dëgjoni Allahun dhe dëgjoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajet tjetër, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Atë që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ndjeknja. Vazhdon ajeti, atë që va ka ndalu, atë ndalonja. Më thonë mos e bëni atë. Pra kemi urdhër nga Allahu për ta ndjek Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo del e qartë se burimi normës islame, fesë islame
është Kurani 1, e dita është vahji jo i lexuar, është suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Deri tash jam të folën teori. Kurani, sunneti. Pra Kurani është fjala e Allahut, mandej vjen poshtë sunneti. E tash. Dëgjoni mirë. Më dëgjoni me kujdesshmëri. Këtu kemi një gjë. Ka një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka një hadith. Ta thot dikush, një hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tak e thot hadithin. Ky hadith të shkojnë me gjithmonë ka tre forma, tre esenca që do të kuptohen. Jo vetëm forma e parë. Vallahi lexova hadithin, shumë qartë be kjo, nuk është ashtu. Ka forma mrenda për me kuptu. Ka hadithe të buta. Thjeshta gjë. Ai i cili nuk ka sevap më të mirë, më të madh se sa me e bën një punë të hajrit çdo ditë. E ti thua ai, çka të bëj çdo ditë, atë lexoj dëni Yasin, atë lexoj surën Ihlas, atë bëj dëni tesbihat, të bëj diçka çdo ditë. Këto janë hadithe të buta. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i dashur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam gjatë brenda 24 ore, sidomos masi që ndije ka bërë 72 herë astaghfirullah wa tubu ilej. Edhe thuash me veten tënde, pse mos e bëj edhe unë? Ku mund ta bëj edhe unë? Këto janë hadithe të buta, ama hadithe normative. Kjo zbën, kjo bën e kët, bën e atë. Hadithe tranta gjën, çojnë norm, fale kët, mos e fal kët, ngri durët, mos i ngri durët, që ata ngri durët ajo. Këto janë hadithe normative. Këto kur vjen pyetje këto hadithe të rënta, tre forma do t'i kemi parasysh. Një, niveli parë, transmetimi, rivaje. E para është transmetimi. Pra, rivaje. Do të thot rruga e transmetimi. Kjo do të thot prej këtu nisën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhi salam, më shkurt i them, alayhi salam, kjo është rivaje. Një sahabi di një tjetër, këto janë kjo është rruga isnad, pra rruga e transmetimit. Çka mësojmë këtu? Kush e ka transmetuar hadithin? Ebu Hurajra, për shembull, Ebu Bekri, do kush. Tash nuk merrna me tekstin. Ka ardhur kjo te ne. E dita, a është transmetuesi, është i besueshëm. A është Ebu Bekri i besueshëm? Stakfurullah, po është i besueshëm. A është ai tjetri i besueshëm? E ka thënë ki, a është i besueshëm, a është njëri i mirë, a është i besueshëm. Ne merrna tash me njerëz, nuk merrna me mbrendin hadithit. A keni qartë? Vazhdon tjetra. A është zinxhiri i transmetimit i pandërprerë. Pra deri te Imam Buhariu për shembull. Imam Buhariu. Ka 3-4 mund të kese. Këtu për shembull ç'kët valla se dim kët X. A është ndërprerë ajo? Apo nuk është ndërprerë? A është isnad? Më ndëgjoj me vëmendje. Ta kesh parasysh kur e shohësh një hadith dikundi, të hapen syt kada pak se ky hadithi ka mesele. Nuk tham për hadithet e buta që thash në fillim, të lehta, të mirë, të praktikohen, ma ka hadithe normative, ato janë rënd, ata bësh a mos e bësh. Si ta bësh, a fitoj sevap, a fitoj gjinaj, dhe e kundërta. Ato janë të rralla, ama janë të rënda. Tjetra është, këtë fush të muhadithëve dietarët, si Imam Buhariu, Imam Muslimi, Ebu Davudi, Tirmidhiu e kështu me radhë. Ata kanë sakrifikuar jetën këta. Jetën ja kanë dhënë. Imam Buhariu nuk është martu. Jetën ja ka dhënë. Hadithe dhe për të dalluar të saktën nga e dopta. Pa këtë nivel, ne nuk do ta dim fare se ç'është sunneti. Kjo është isnad, pra rruga, 1, 2, 3, shkon te poshtë. Kush janë që? Jo çka ka thënë, kush janë këto? E njëjta gjë, për shembull, e transmeton një muhabet dikush, ma thjesht me e marr, ta tregon dikush një muhabet serioz. Edhe shosh kush e ka thënë kishok, ki i besueshëm, e besoj këtë një herë. Nga kush e ka ndëgjuar, nga baba e vet e ka ndëgjuar. Edhe atë e di unë, edhe atë e njoh mirë dhe ti e transmeton atë. Pra rruga është e sakt. E morën vesh një qka? Rruga, isnad. Tjetra. Niveli i dytë është verifikimi. Tash e bëm rrugën, e morën vesh se rruga është e drejtë. Rruga është e besueshme. Njerëz që kanë transmetuar janë të besueshëm 100%, se nuk janë të gjithë hadithet ashtu. Për 300.000 haditheve, komplet, me u pyet dikush sa hadithe ka thënë pejgamberi, këtë komplet, me përsëritje, pa përsëritje, 300.000 mund thoni. 250.000 thoni 300.000 ju. Pa përsëritje original, pa përsëritje hiç, jo transmetim, vetëm original që janë pa transmetim, mund t'i gjejmë dikundi 3.000 diçka, 5.000 kanë thënë dietarët, pa vetëm një herë që ka fol. Për shembull ka fol për namazin lloj-lloj hadithesh, një me e marr. Për një mesele ka fol disa herë, njënën me e marr.
5.000 diçka dali. Maksimum jam duke folë me numri maksimum. Prandaj, këto hadithet ka rregulla se si kanë dalë. Qa mësuam deri tash? Rruga, isnad. E ka thënë pejgamberi sa Ebu Hurajra, ka thënë sahabi tjetër, njat, deri te Imam Buhariu, ose Muslim, ose te ai. A keni parasysh? E mësuam një vi. Tjetra është verifikimi. E dyta është verifikimi. Verifikimi. Çka mësojmë me këtë verifikimi? Tash ky nivel shkon jo vetëm a është transmetimi i hadithit, transmetor hadithit, por a është ky hadith i sakt? Ky hadith është sahih. Ai plotson kushtet e hadithit sahih. A është hasan i mirë, është hadith i mirë. Këtë në rregull, mund punohet me atë, ama nuk është sahih. Nuk do të thotë se punohet, ama sahih është ndryshe. Tjetra është hadith i dobët. Punohet për gjërat të cilat janë shumë parciale në fe, jo për gjërat esenciale në fe. Por jo vetëm kaq, këtu hyn edhe analiza më e ndërlikuar. Dëgjoni me vëmendje. A bie në kundërshtim ky hadith me një hadith tjetër më të fortë? Dëgjoni me vëmendje. Verifikimi. Këtu e kemi parë ai ishte isnad. Ka thënë pejgamberi sa selam, një sahabi tjetër, një tabiin tjetër, tabiin tjetër, e ne këtu regjistron hadithet. Kjo është një hadith. Ka një hadith tjetër. Ka thënë pejgamberi sa selam, Hazreti Omeri, një tabiin tjetër, një tabiin tjetër. Edhe ka këtu regjistrohet. Tash ka dy hadithe. E dita, kjo është a bie në kundërshtim ky hadith me një hadith tjetër më të fortë. A bie në kundërshtim atë që e ke dëgjuar, apo është e qartë, klar. O gjo, na ke përzi, na ke bolëm, të si mendon? A thjesht të mësimi hadithit? A i të mashtron, më njëherë të mashtron dhe thot, ka thënë pejgamberi sa selam, që e praktikoj dhe ti thoj, valla, gote ide, ha? E shë që ki joni s'ka kallëzau kur gjo, ka da se nuk është ashtu. Ka da se ka mesela i hadithi mrenda. Qetra është, a është i përgjithshëm apo specifik? Kjo hadith që e kanë dëgjuar një hadith, njëna prej këtyre. A është i përgjithshëm folën apo specifik për dk dhe për dëni mesele? Apo është i përgjithshëm, allgemein? Apo është khas? Pa në kjo është më rëndësi, është më rëndësi edhe kjo. Nëse është hadith i përgjithshëm, çetër mesele ka, nëse është hadith i khas, çetër mesele ka. Me atë punohet vetëm për ato rrethana, nuk punohet për përgjithshëm. E tash. A është shfuqizuar mensu apo shfuqizues nasi? Për këtë mesele, për atë hadithin, a ka thënë pejgamberi sa selam për atë mësim ma vonë diçka për njëtën mesele? Si ishte rasti me tekbiret, ato që falë me reful yedein. Semi Allahu limen që marrin tekbire, reful yedein. Kish hadith i sakt. A ma vonë pejgamberi sa selam e ka abrogu. Ka thënë jo kështu më, do të vazhdoni pa tekbire. Ka hadith për këtë punë. Sa dunë ta mohojnë. Hadith është. Ama është i dobët atë këtë është hadith. Dhe kur të duan, vetëm një, nuk ka vetëm një, pa disa hadithe ka. Edhe tjetra është do thotë e ka abrogu. Si që thash në fillim ka qenë sakt, mande e ka abrogu. Nuk punohet me këtë ligjin. Të marr një shembull, edhe atëherë mora një shembull më të thjeshtë. Të kalojsh në kuçen, sa është dënimi 250 franka është? Nëse vjen mas me 100 e muajt maj, e ndryshojnë ligjin, 500 franka të kalojsh. Të kalojsh të kuçe, 500 franka bëhet dënimi. Për shembull, mo nuk punohet me 250. Kjo derogim kjo. Unë a bën ta paguaj me 250. Jo, ka shku mo ajo. Po do ta paguash me këtë ligjin e ri. Tjetra është, a ka ndonjë efekt të fshet, ille, a ka diçka të fshet ai hadithi, apo është e përgjithshëm e kështu me radhë. Prandaj, kjo kërkon dije shumë të thellë dhe nuk është punë për çdo lexues. E kam lexuar me një hadith, ka dalë vëllai dashur, ka dalë se nuk është ashtone. Po unë e kam qif, me jebe vëlla lexoj një herë, ama ka dalë se ka mesele kjo punë, ka mrenda punë të koklavitura ka. Shembull, mund të ketë dy hadithe, dëgjoni me vëmendje, që në pamje të parë duke në kundërshtim. A e ka bo, a se ka bo, hejbe subhanallahu. Minive ka po, minive ka. Plot hadithe ka kështu. Që si rasti i tekbirve. Edhe ka thënë, më thënë, ka hadithe që i ka bo, ka hadithe që se ka bo. Një dietar i zakonshëm mund të ngatrohet, ndërsa një ekspert i hadithit i bashkon këto hadithe, i bashkon hadithe ku para, ku mas, ose e përparësi njërën, që kjo është, me këtë do të punojsh, me këtë do të punojsh, ose e kupton kontekstin e secilit, e vazhden vendin ku duhet. Po hoxha, unë e koj di, e për nuk ka puna jotë. Mos u mashtro si që thëtë, kom baj uns, hecte une, hecte ne, sepse ne jemi në gjekës të hadithit për nga mesë, ne jemi të sunet, ka dale, se shqyqër gjë i sunetit, edhe ne jemi të sunetit, ama kjo punë nuk është ti si me ndonë, ka gjërat thella. Mandej, vlezët të dashur, a ishte e para, që kam mësuar me para, vija, kush gjë ka thënë. E dita është, sa është i saktë hadithi.
A ka hadithe qera, si që të më lartë. A ka kusha para, kusha mas, është i përgjithshëm, është i veçantë. Ka meseli ke punë. Dhe e treta, që do të më rëndësi, edhe pse natë e kam shkruajt, po këtu ta përsëris më bukur. Kuptimi dhe aplikimi. Kjo është kuptimi dhe aplikimi. Pra, pjesa juridike. Kjo është pjesa juridike. Çka thot kjo pjesa juridike? Një hadith. E ka thënë mësimi parë si ke isnad. E ka thënë pejgamberi sa Ebu Hurajra, edhe ai qetri. U bë. Ky hadith është i përvetshëm, është i përgjithshëm. A ka ndonjë hadith përpara? A s'ka ndonjë hadith përpara? A ka dokush dëni ille, dëni fshetësi, apo si është meselja brenda? Dhe pjesa e tretë, që është më e rëndësi, është çfarë kuptimi juridik ka ky hadith? Me këtë hadith a ç'gjipunohet? Për kë është ky hadithi? Ku duhet të vendohet ky hadithi? A është urdhër obligues? A duhet ka thënë për me bënja këtë? Ndalonja këtë? Praktikonja këtë? A është urdhër, a është i butë? A është direkt? Treta, është apo thjesht i lejuar? Mubah. E ka thënë thjesht, ma butë e ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qetra, a lidhet me një rrethanë të caktuar? Atë që e ka thënë, a lidhet me një rrethanë të caktuar? Dëgjoni me vëmendje. Sa markan dhe ju tjerë, dëgjoni. Me nxjerr një hadith juve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith. Urina e deves. Urina. E di ç'është urina? E deves. Është shërues. Do të me e pijat, është shërues. Ka hadith. E këshna pine atë. Pëse se praktikon hadithin, sunnetin? A i shoku atje thot, vi folgen unzre profeten, këtë qatë. Urno pije urinën të shof njerit. Ama, a do ishe hadith? Që një hadith? Shkopi e gjej deve dhe kundi kur ka, mushe atë, gat. Po helmohesh. Po si, po hadith ka, urno. Praktikoje, du shta praktikosh, urno. Ka një hadith tjetër. Ai cili ha 7 hurma. Çfarë do lloj helmi me pi helmi nuk e gjen gjë. Praktikoje ta shoh. Ama urno bone. Çfarë do lloj helmi? 7 hurma me, dhe 17 hati. Çfarë do lloj helmi nuk gjen kur nise. Këto hadithe, do gjen me vëmendje. Këto hadithe a lidhen me një rrethanë të caktuar. Hadithi i urinës shumë shkurt. Kanë ardhur një grup jashtë Medinës, larg. I ka kap një epidemi si korona hesapi. Më dëgjoni? Si koroni ka kap. Dhe kanë thënë jashtë Medinës, ja Resulallah, kanë ardhur njerëz, janë disa njerëz, disa dhjetra njerëz, një 50 veta janë smund për një lloj pandemie. Ka patën atë pandemi, epidemi ose thuhet, epidemi. Dhe çka të bëjmë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ato njerëzve shko me një filan deves, me një urinën e përzinja me atë, bën aty rjepja. Pra një rrethanë e caktuar, njerëz të caktuar, pozitë të caktuar. Jo për këtë. Ti me lexu shkon njëri praktikon atë, ama nuk e di se është për një rrethanë të caktuar. Vetëm hadithi është për donja pijen e urinën e deves për shërim. Ama ka rrethanë të caktuar. A e keni parasysh? Nuk do të me marr vetëm dang hadithin, se ka mesele. Këtë vetëm e thash një pjesë të shkurtë. Vazhdon. Këto veprojnë imamët e medhhebeve. Dulum këto. Imam Ebu Hanifja, Malik ibn Anas, Imam Maliku, Muhammed, Imam Shafiu dhe Ahmed ibn Hanbeli. Ata nuk shpikën fe. Këta nuk shpikën fe. Por i kuptojnë hadithet në mënyrë sistematike, i lidhin me njëri tjetrin, nxjerrin rregulla juridike të qëndrueshme. Vije para ishte kush e ka bë. Kush e ka thënë, falni. Pejgamberi sa i transmetues, tak. Vetëm me njerëz. Vije ditë a është i sakt, a ka ndërprerje, ku aki, si aki. Vije tretë është, kuptimi, çka kuptojmë ne kjo? A është për një person, a është për keq? Keq këto i kuptojmë. Dhe në fund, Imam Ebu Hanifja dhe të tjerë thonë, ky hadith është për këtë punë. Si ka marrë parasysh krejt gjërat hadithe tjera. Ky është për këtë punë. Uej, ka një hadith tjetër, ka dabe mos ja trego këto ive. Se vetë Ebu Hanifja, por jo për të tjerët. I shihni? Ebu Hanifja radiallahu anhu themi, dhe të tjerët radiallahu anhum, i ka taku 7 sahabi. 7 njerëz që e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë si falet me pejgamberin, më trego, si është fal, edhe kita procedurën deri në fund. Pra në fillim, para disa viteve dhe në fund, edhe para vdekjes.
dhe të ka kallëzau, kështu është falë. Pa tjetrin, për çdo meselë, i ka taku 7 veta. Me i taku 7 luftar të themi, të luftës, UÇK-s ose kundi, e ke taku, 7 luftar i ke taku. Ama i ke taku alis njerëz që kam qenë në front dhe kundi, jo kështu larg. Tregom se ishte lufta në fillim, pas si organizuat, deri në fund, dhe ti ndëgjon, me vite ato i ndëgjon. Edhe me thënë dikush ti s'merr vesh. Unë i kam pyet vetë, i pyeta vetë, ato më thanë çashtu. E jo qërët mas që vinë. Kini parasysh, nuk ka pak e shumë njerë, Ebu Hanifja edhe të qërët. Kjo është pjesa e tretë. Pse ky niveli i tretë është i randë? Pse është i randë? Duhet t'i njohësh të gjitha hadithet për atë temë. Kur të thush me fe, duhet t'i ngrish durët, t'i prekish veshët, ose t'i ngrish, më thonë, Allahu Ekber dhe nën kërthis, do t'i dish këtë hadithet që ka të bëjmë atë. Ju e ku u thot dikush, duhet ku do marrish tek bir, s'ka nevojë të veshët. Pak Allahu e bëhet çështu bane. A ka hadith tjetër? Po li ba hadith tjetër një bollësh, nuk ka hadith tjetër për atë mesele. A ke klasifikuar ti këtë ato hadithet? Po e ka thon filani, po unë xhik se ka thon filani tjetër. A i ke klasifikuar këtë ferglaj, a i ke bë këtë hadithet? Jo, e ndëgjoj thuaj. Këta dietar ti njohësh e kanë njoft të gjitha rregullat e hadithit dhe të gjitha hadithet. E kanë i njohur rregullat e usuli fikut, kush çku duhet bëhet, si duhet bëhet me fe. E kanë kuptuar thellë gjuhën arabe. Mandej, të njohësh e kanë njoft mirë shembujt e sahabëve. Kush Ebu Bekri se ka praktikuar namazin, ai çeti se ka praktikuar te namazi për shembull. Ai se ka bë, ki se ka bë. Gjithë i kanë ditë dhe kanë zgjedh më të mirën, më të bukurën, më e cila është më e saktë. Shembull konkret. Një hadith mund të duket si urdhër, bënja këtë, duket si urdhër. Por në realitet mund të jetë vetëm rekomandim, forshllak, mund të jetë si këshill, si send. Ose specifik për një rast. Ka kanë urdhër ama për një rast, jo për këtë. Po ku e di unë? Po ka dikush që e di. Dhe tretë është ose i kufizuar nga hadithe tjera. E ka thënë atë, ama ka hadithe tjera që e zdrojnë atë hadithin. Dhe fjali e fundit. Këtu ndodh gabimi i madh i atyre që marrin një hadith dhe e zbatojnë pa metodë. E kam lexuar një hadith, kam lexuar një hadith, nuk është ashtu si mendon. Ka dabe se ka kjo mo bese e qumë jetën e për shkolla, në për sende, në për libret e hadithet. Unë e kam babën TikTok njënë, Gjermanisht foltë atë, kështu me ra, bambu, që e gjënjën njerë islame. Ka dabe se nuk është ashtone. Ka da se nuk është ashtone. Respekt për çdo këtë, kush gjithdo se ne të bëje. Mua nuk më intereso, mua më intereson një gjë. Unë këtë feje që e praktikoj, këtë medheb që e praktikoj, këtë bot kuptim që e kam dhe këtë xhamat që e ka, ta dini se jemi në rrugë të vërtet dhe rrugë të Allahut. Ka lloj rrugësh. Edhe ato janë të vërteta, ama neve, në medhebin Hanefi, mos të në çmoneve. Këta zdin, këta janë Hanefi, ne jemi sunnet. Ka da pak se nuk është ashtu. Edhe ne jemi të sunnetit. Por ka gjëra të cilat nuk i dish. Dëgjoj me vëmendje tash. A duhet ta përzej mirë tash? Dëgjoj. Hajde për hajër. Sa hati që shkon. Tash shembull me leximin e surës Fatiha. Kur marrim e bëjmë njët me falë farzën e yatsis, për shembull, dhe falim. E bëjmë njët me falë farzën e yatsis, për zatë Allah të këtha ka kibla, ju lidha imamit Allahu Ekber. E lexojmë si subhanën se cili për viti, edhe imami dhe ne. Eudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Imami nisin me zan surën Fatiha. Ti e lexon surën Fatiha me zan? Jo, valla, unë se lexoj hiç. Po pse se lexon? Dëgjoj. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la salate limen lem yaqra bi fatil kitab. Nuk ka namaz pa leximin e surës Fatiha, po ti se lexon atë? Po hoxha gjybo, po haqja gjybo. Dëgjoj deri në fund ama. Pak pyetje provokative, dëgjoj deri në fund. S'ka namaz pa leximin e Fatihas. Unë jam xhamat, ka dalë imam, unë se lexoj, unë pas kam namaz. Që sa vite, 600 vjet që falemi në Ballkan në çkshone, pa namaz pa imbet ne. Qërë dhe lexojnë, ne se lexojmë. Ka medhebe qera, sekte qera, fraksione qera, ato lexojnë, ne se lexojmë. Dëgjoj me vëmendje. Pa hadithi, kia tha, hadithi parë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka namaz pa leximin e Fatihas. Manja mente ç'kjo laja. La. Te ç'kjo që është këtu. La. Unë e kam shkruar këtu. La. Nuk ka, nuk, la. Ja, jo. Kjo ka disa kuptime. Çfarë kuptime o gjë? La, e nuk është ashtu. Dëgjoj. Ka thënë, hadithi ditë. Men kanë lehu imamun. Thot kush ka imam përpara? Kush falet me imam?
Leximi i imamit është i mjaftueshëm si leximi i tij. Opa, pa ta lexoj Elhamin, hoqa mos e lexoj tash, ma përzin mu. Kush ka imam përpara, leximi i imamit është leximi i tij. Men ka imam leximi i tij. Të çket lajën do ta shpjegoj mirë. Ajeti 3. Ajeti si pikë 3. Fa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dhe kur të lexohet Kur'ani, dëgjoni atë dhe heshni. Dëgjoni dhe heshni. Dëgjoni, hërën, më thënë dëgjoni dhe heshni, ruhik zajnë, më thënë bon i qetë. Dëgjoni, më thënë hesht. Që do të dëgjoni? Do të heshtish për të ndëgjosh. Ndëgjom se unë jam të fol. Ti heshtë, nuk mund të folish, a çashtu. Ta ndëgjosh, hajo, urdhna të ndëgjoj. Mama unë heshti. Prap Allah thotë dhe heshni. Po mirë, ndëgjim mjafton të më thuash mua. Se unë nuk foli. Jo, dhe heshni. Ka mesele këtu. E tash. Kjo laja që është nalt, ka një hadith tjetër. La salat al mesjid illa fil mesjid. Nuk ka namaz fqiu i xhamis. Ku i shiu xhamis vetëm në xhami. Nëse je ku i shi xhamis, s'ka namaz, vetëm xhami. Po mirë, mor abdes si njëherë. E fala namazin si njëherë. Pse mos kem namaz unë? E fala perfekt. Me këtë rregullat. Hoxhë xhimc jam. Pse mos kem? Hadith ka, nuk ka namaz ku i shiu xhamis përveç se në xhami. E çka la salat limen lem yaqra bi fatul kitab, dhe e qeta laja tjetër, nuk ka namaz ai i cili nuk e lexon Fatihan, nuk ka namaz ai ku i shiu xhamis përveç se në xhami. Kjo la që të dijat është la jo normativ. La vlerën. Ajo vlera është vert. Vlerë nuk ka namaz nëse se lexojni Elhami. S'ka vlerë namazi. Hoxha ku e nxjerr? Pa ka shkencë që e nxjerr. Hallqet e studiojnë këtë. Nuk ka vlerë sepse e lexon imami. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dëgjoj Aldin Sabuku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, astaghfirullah Allahu xhalla shanu, por në koordinim pra si e kanë fol. Si e kanë koordinuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kam qëllimin kjo meselja si është. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është fal, Allahu Ekber, është fal, edhe ka lexuar Elhamin, e ka lexuar dhe një sure mas, edhe tjetëri mas ka lexuar, barabar mat, raga. Okej, dhe qatën e tëtë s'ka lexuar. Ai ka lexuar prap, raga, Elhamin me zan ka lexuar. Dhe ka sos namazin, dhe është shpall ajeti kuranor, që kjo ajeti, surës Araf 104. Dhe Allahu thot, kur dë lexohet Kur'an dëgjoni, kur lexon imami me zan, dëgjohet herë. Kur është në heshtje, recatën e 3 dhe të 4, ose namazin e drekës dhe i qindis, s'ka. Kur është mim kërkush, atër hesht. A e kupton dhe heshtni si është? Para kur lexohet Kur'an dëgjonja, kur s'lexohet heshtni. Me dhehebi Hanefi, çka thot? Këtu del. Dëgjoje imamin kur e lexon me zën, hesht kur imami lexon pa zën. E sheh ku del me dhehebi. Me dhehebi del në atë formën, në atë vendin, ku për me i vu gjërat vend. Mëj si ka ndalë kejt gjëra qëra. Ka hadithe, ka jetë, ajo i klasifikon. In este rahi, më thë, kjo do tjetë, në cfajt e rahi e kjo, e kështu me. Ti mu thashe, qëki me dhehebi mu së mduket mirë. Okej, line. Ama krejt janë me fej. Krejt kanë hadithe, krejt kanë ajete, e kështu me radhë. Imi ka fundi. Shka do thot me dhep si do mos dëshmëri shkencore? Me bisedu, me dëjka, takosh do kundi ka banofi, me dhep. Kush ka, a ka pat me dhep kone për nga meset? Ma ka lëzëm mu? Tërt jesësh. Se dish? Se ti vej, s'ka pat me bohani. Fare bohanive, moti njëri ka linë mas. Se bani Allah. Ne shkojmë hadithin, sunnetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ti thush, no, ki jonë, imami jonë, ma ka përzibe vëlla këtë, laj sunnetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ne kur gjoj, bohanife, vërtë mërtë, kunise. Dëgjoj me vëmendje. Medhebi, çfarë është medhebi? Në kuptimin shkencor. Medhebi nuk është thjesht mendimi një dietari. Ka thënë filani. Medhebi por është një sistem i ndërtuar shkencërisht. Ka ajete, ka hadithe, ki hadith para, ki hadith mas. Gjithë i thamë të 3 pika. I ka rregullu këtë, fund ka thonë, ç'kët mendim duhet bëhet? Ebu Hanif, sipas medhebit Hanefi, është ky mendim. Manja me një gjë. Ka mendim Ebu Hanifja tjetër, medhebi Hanefi tjetër. Po si, po ka. Sepse medhebi Hanefi është një sistem. Për shembull, shkon tek mjeku.
ty të dhem koka. Koka, kopshmercen. Dhe ai thot koka të dhem, valla, koka. Çto hapat tablete mund t'i përdorish. Jo e merr serios. Protokoll ka. A di ç'është protokoll? Erste shritem, thonë, pikë e parë. Analizë gjakin e bojnë njerët, analizë urinën e bojnë. Çdo kush, për herë kush çon gjika. E dita, nëse është serios, sa i dhem e marrë e meri e bojnë. E bojnë atë, e bojnë këtë lloj gjëra, fund thot, kur gjon ski ose e ke edhe nise, ç'do të bësh? Pse i bën këto? Valla njeri e skaku nise, pse i bën? Shkaku i protokollit i metodës shkencore. Prandaj edhe medhebi Hanefi dhe medhebe tjera kanë metodologji shkencore. Vëllezër të dashur, njerit më do të një gjë, jemi ka fundi. Filtrimi haditheve, 300.000 hadithe. Klasifikoj, deri në 10.000. Ala duhet, e ato t'i bëjnë medhebet. Ty me ta sjell një hadith, që ma para edhe sola. Me ta sjell një hadith. Si të kuptojsh, a është për ne, ma është për dëka, kojt dibe, po ka libet e Sahihul Buhariut, po me na e klasifiku, edhe ai është njërë, ka e ndjekim ne, pejgamberin apo njerëzit. Sa i thot ne ndjekim pejgamberin, sa i them ta sjellën me Imam Buhariun. Ta sjellën një dietar që mos përmend emra. Ta sjell një dietar, një se thot, po ka da thash, a ishte pejgamberi, çka u bë pejgamberi sa i them. Po ama përmes këtyre njerëzve shkojmë te pejgamberi sa i them. Po edhe ne përmes Ebu Hanifes me sahabë qirë shkojmë tek pejgamberi sa i them. Nuk është e njëjta. Do të thot, mos u mashtroheni asnjëherë me i thënë dokujt, ne nuk ndjekimi pejgamberin sa i them. Në asnjë mënyrë, ne i ndjekim. Por kemi shkencë, kemi wissenschaft, nuk është ajnfa punë, ka thellësi. Në medhep njerit i klasifikojmë hadithet. Vlerësimi i zinxhirit isnad, siç tham, analiza transmetuesve, krahasimi i versioneve. Jo çdo hadith që lexohet, që e ke ndëgjuar në TikTok dikundi, është automatikisht i zbatueshëm juridikisht. Me çka do të punesh? Ja, valla, unë kam pa atë në TikTok, njëri ka 1 milion djegës ka. Oxho, ka dabe se nuk është ashtu unë? Pasha Allahun azze ve xhel, këtu në Zvicër. Pasha Allahun. Njeriu është imam dhe ka 2 vjet fakultet. E kam pyet familjan aty, 2 vjet fakultet. S'ka në 4 se ka sos. Fakultet nuk ka njeriu, 2 vjet ka. Xhamia e tij ka 10-15 veta, ç'të ngata, merr 20-30 kilometër ngatash. Ka 10-15 veta i ka, ama ndjek në TikTok se ni vinsh aty. Po, mia njerëz ndjekin ato. Dhe ma çon njeriu, a është çka thon? Ku apo ke imam? Po filan vendi. Po shko çullën në xhuma sa njerëz ka ai. Dhe pyet, a ka mundësi të pyes çfarë shkollimi ke? Ju mund të pyetni mua, se jam imam i juaj. E unë do ta di imami im çfarë shkolle ka. Hauzarci na mund të pyesë çfarë shkolle ka, shumë normale se hauzarci aty. Edhe ai zakonisht i ka ngjitet ato shumë ajfa, thaj nuk e nënçmon. A mund të jetë çfarë berufi, po in welche Reiche, çfarë kur ke studio dënisë, ai thotë, e kam bën Bern, e kam bën Basel, e kam bën shumë normal. Mund të pyesësh edhe mua. Pyeti imamët, ku e keni sos? Si e keni sos me çfarë note? Lirisht mund ta pyesësh imamin tënd. Kjo është e drejta jote është. Dhe shihe atë, do ta shohësh se ku do të dalë. Tjetra është, jemi ka fundi. Medhebi si domosdoshmëri shkencore. E dita është strukturimi i haditheve. Bashkimi i haditheve që flasin për njëjtën çështje. I bashkojnë hadithet. Zgjedhje dukshme kundërshtonjeve. Do thon tahrij, kia hadith është më përpara, kia hadith vjen më pas, si thashë më përpara. Do të thon ka cila del ka të njëjta, ama pejgamberi sa selam nuk ka thënë një hadith bonja, mas gjysore me kët mos punoni. Pele kur e ka thënë kët bonji, pele kur e ka thënë kët mos punoni. Këto i din njerëzit, shkencart i din kur me datum i din se kur kë e ka thënë. Nxjerrja e rregullt juridik, a është obligim apo fars apo sunet i lejuar? Këtë gjë ka thënë pejgamberi, a është patjetër me e bë? Apo është e lejuar, është mirë me e bë? Më thonë, si është rendi? A është urdhër i përgjithshëm apo i kufizuar, siç tham? A ka ndonjë tekst tjetër që e kufizon shpjegon? Kjo është fusha e usulifikut ku medhhebet kanë ndërtuar metoda të sakta. Në fund vijnë medhhebet. Këtë hadithe, rregulla, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fund janë medhhebet. Nuk mund thosh unë se ne ndjekim një medhheb. Pasha Allahun. Edhe ato që thonë ne ndjekim kur një medhheb, ne direkt te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ato ndjekin një medhheb. Morat ndjekin dëka. Ja do shoh çka ka thënë Ibn Taymija, ja çka ka thënë Sheikh Albani, ja Sheikh Fauzani. Mora me ndjek dëka. Ja ki qëtë e banike që ka thonë, ja i qëtë që ka thonë Sejt bin Musejjebi. Ka, ndjekën njeriu diçka. Nuk mund se ti ke kontakt me pejgamberin se mora me shku me njerëz. Dhe kjo është ndjekja, por është puna çfarë njerëz ne ndjekim. Këto është me rëndësi do të potencohet. Aplikimi balancuar.
marrja parasysh rrethanave, atë hadith që e ka thënë, duhet me shiku rrethanat, çfarë vendi, çfarë kohe, zakoni urfit, traditat i vendit dhe interesi maslaha. Që feja të mos bëhet kontradiktore apo e paqëndrueshme në jetën reale. Mos bëhet feja langvajlik. Ka thënë njeriu veshet, a e keni pa këtë vëllezër? Veshet me kostume të bardha. Me kostume galabie u thonë. Edhe arabët që numër e keni me vesh. E keni pa ato që i veshin, po. Të veshin midis amizvillit që shtune, për shembull. Dhe kjo është sipas sunetit. Pse be sipas sunetit? Pejgamberi sesem i ka vesh ato. Po qerët gjithse kanë dash pejgamberi sesem gjithë kanë qenë musliman. Si janë vesh ato? Valla se di, po ne e dim. Çashtu njëjtë. Ta çka u bë? A e ndjekish pejgamberin sesem atë? Atë çashtu janë vesh o burra. Me thon pejgamberi sesem, veshuni si veshem unë, atë obligim. Po si ka thon, faluni siç falem unë. Sallu kema ra'aytumuni usalli. S'ka thon veshuni siç veshem unë. Sepse po të kish lind, apo ai çka të bëj, nëse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, veshuni si veshem unë, pra mos i galabie të bardha, ai Norvegji ose Jakusta është -71 rekord kanë në botë. Vendi më i ftoftë në botë. Jakusta në Rusi është dikundi, Gjenja, -71. Çe -60 gradë. Me gjithë veshësh ti atje. Veturat nuk i mbyllin 24 orë punon vetur. Sa të kese fuqi veturat. Disa vite janë ku ndalet mos mohet më. A të veshim as të bardha, po ngrën. Po ai si të bëhet musliman gjallë, dimi 26, ai si të praktikojë fen dhe ka musliman atje. Pa s'mund veshet. Ka thonë sallu kemal. Veshja nuk është si veshet si arabët, kjo është sipas sunetit. Jo, sa implementimi është i kulturës arabe. Ne nuk jemi arab. Ne se kemi obligim ta praktikojmë kulturën arabe. Ne e kemi obligim ta praktikojmë fenë islame. Danja pejgamberit për arabizmit dhe pejgamberit si Resulullah. Kjo është kaq e thjeshtë. Kjo edhe është shumë e rëndësishme. Dhe jemi thashmo dëgjon më vëmendje sa bukur. Po, tash sa bukur. A di sa herë kam pyet si mund ta lidhim, është pyetje me rëndësi, si mund ta lidhim nga pejgamberi sa esem deri tek Ebu Hanifja? Si me e lidh? Ka një variant kjo. Dëgjoj. Zinxhiri, pejgamberi sa esem është burim, këto murën vesh. Ai është burimi i fesë islame. Kurani dhe pejgamberi sa esem, kjo është e qartë. Kurani dhe shpjegimi praktik sunetin, kjo është e qartë. Hadithi, lini pas jush dëgjora librin e Allahut dhe sunetin tim. Pra ai ka lënë pas nesh librin e Allahut dhe sunetin. Një hadith. Një më poshtë, tash sahabët. Kujt me ka fol pejgamberi, me sahabët ka fol. Ai ka qëndruar mes, i ka pat sahabët për rreth. Sahabët transmetimin dhe kuptimin. Sahabët e kanë kuptuar fen, ajetin, hadithin. Sahabët jo vetëm që transmetuan, por edhe kuptuan dhe nxjerrën rregulla. Jo thot pejgamberi sa kur u fal ti ngriti durët kështu. Abdullah bin Mes'ud e transmeton këtë. Ka qenë aty, ai ka pa. Ata kishin dallime në kuptim. Kjo është fillimi i mëdhëbeve. Valla dëni sahabi e ka pa, Vali bin Hujr për shembull e ka pa pejgamberin sa kur e ka thënë vëlla dalin, amin. Ai çështë ka transmetuar dhe ka shkuar në vendin e vet, çështë ka transmetuar. Dorën zemër, edhe ai ka të drejtë. Ama edhe ne që e themi amin, pa zan, vetëm sa e ndëgjojmë ne, edhe ne kemi drejtë. Sepse është amin i dua, e duaja në botë pa zan Kur'an, edhe ka hadithe që amin i thuhet pa zan. Ama ka hadithe. Tash. Dhe shembull, Ibn Mes'udi kishte metodë të thellë juridike në Kufe. Abdullah ibn Mes'ud ka lëllë sahabiu, po ta marrë vetëm njërin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për Abdullah ibn Mes'udi, i cili ishte i shkurt. I shkurt, nuk ishte shumë tropin e gjatë, shkurt ishte. Ka thënë, "Ki Abdullah ibn Mes'udi, ki çka do thotë për fe, unë e pajtohem me atë." Edhe kjo është e saktë. Dhe ki Abdullah ibn Mes'udi pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shkon Kufe. Opa, shkon Kufe. Në Irak dikundi është, në Kufe. Tabiinët, tash ndëgjoni me vëmendje. Gjenerat e parë, vetëm ndëgjoni çka shumë e rëndësishme. Një ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi alayhis salam. Vjen më poshtë sahabët. Sahabët e kuptojnë. Edhe e treta tabiinët. Kujt i thuhet sahab? Njeriu i cili e ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është musliman dhe ka vdek musliman. Këtë i thuhet sahabi.
Ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njeriu I cili ka taku sahabët, që kanë taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, këtyre thotë tabiin, ndjekësit. Ai se ne ka pa pejgamberin se ka vdek. Ama e ka pa njërin që e ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Këto që tabiin. Çfarë kanë bërë tabiinët? Nxënësit e sahabëve morën hadithet, I analizuan, I krahasuan. Në Kufe ishte Alqameja, tabiin ka qenë Alqameja. Alqame, Ibrahim en-Nahi. Këta janë hallka direkt para Ebu Hanifes. Këta janë mësuesit e Ebu Hanifes. Mas Abdullah ibn Mesudit. Një njeri ka zatek. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abdullah ibn Mesudi, Alqame dhe Ibrahim en-Nahiu. Mandej Ebu Hanifja, tabiin. Se Ebu Hanife ka qenë tabiin, në ma dalim të tabiin. Tabiin. Kjo është gjenerat e 4. E shesia, gjenerat e 4. Çka kanë bërë këta Ebu Hanifja? Nxënësi I kësaj shkolle të Kufes nuk shpiku diçka të re, por I sistematizoi rregullat. I di çka ka bërë? Hazri ke plot hadithe, plot ajete për një mesele. Ato I kanë klasifikuar. Valla, me këtë do të punosh, se simas atë me këtë do të ka thënë kështu, ai ka thënë dhe ka thënë. Nuk ka thënë mora ta bësh unë si thëm. Vetëm e ka dhënë mendimet e veta. Dhe neve na ka pëlqyer ato rregulla, na kanë pëlqyer hazër. Medhhebet janë hazër sen. A keni pa vëllezër të dashur nafta si del? A keni pa diku në YouTube nafta? Del diçka e zez. As kush se ne përdor atë mbushë veturat, bllokiren, katastrofë bëhet. As gjë s'përdoret me atë. E rafineri, keni pa rafineri ku ti thot? E përpunon edhe singjeri del, edhe masti I kremve, pomata ne si I themi, ato dalin, e kerozina për aeroplanet, e nafta, e 95, e dizel, kit nga ato, përpunohet. Ti cëllën dush mere? Unë kam qif këtë, mere vëllat. E ka rafineru. Medhhebet janë rafineri, cëllën dush mere. S'marr asgjë, pëse ne marri s'mund të shkush direkt, mora të shkush përmes njerëz. Hazër e kije, medhhebet ta kanë klasifiku. Unë dua ta marr medhebin Shafi, dhe në Turqi ka shumë medheb Shafi. Medheb Maliki, Afrika Veriore ka shumë medheb Maliki. Arabia, medheb Hanbeli ka, dorën zemër, këtë janë sakt. Ama mos thuj unë s'kam kuni medheb. Ne ndjekim sunetin e pejgamberit. Jo, e bani, sunetin ka dalë thasë nuk është ashtu unë. Edhe ne ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vetëm ne kemi shkollë, kemi shkencë, ti ke pa shkencë, rrugëve se lash I të shku. Kjo është gjë më e keqe. Dhe pjesa e fundit, argument kyç është nëse pranon, dëgjoj me vëmendje, nëse pranon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e ke pranuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sahabët I pranon automatikisht, ato kanë qenë sahabë. E pranon edhe tabiinët, e ka pa sahabët I tabiinët, automatikisht I pranon edhe tabiinët. Atëherë Ebu Hanife është vazhdimi I kësaj zinxhiri, jo shpkutje. Pejgamberi sahabët tabiin dhe Ebu Hanife. Do të thotë kjo është zinxhir. Gjë që Ebu Hanife ka qenë prej tabiinëve. Fjalët e vet Ebu Hanife, di çka ka thënë Ebu Hanife. Nëse vjen hadith I sakt, ka një hadith sakt. Lini me mendimin tim thotë. Jam njëri. Ka hadith gjithjese, hadith I sakt. Është hadith unë më njëhet me një hadithin sakt. Jo mendimin tim. Marr nga Kurani, pastaj nga Suneti, pastaj nga sahabët. Medhebin Hanefi, një fjalita keni parasysh. Ebu Hanife thotë do të më ulith në kërthinë, a shon sipas Medheb Hanefi? Më ulith në kërthinë. Ju si mendoni? Ebu Hanife ka fal namazin e yatës ose sabajt ka dalë para njerëzve ka thënë o bura, selam aleikum selam thotë. Më ulithur fundi është obligim fetar. Ai selam unë shkova. Jo kështu be vëlla. Kam bo tubimet më dhoja. E di çfarë sistematike tubimeve, së njëse gjam gjatë dhe jesim. Sistematik tubimeve. Lloj mufesiri, muhadithi, lloj juristi, fiku, e kështu me. Njëni për atyre ka qenë Ebu Hanifja. Po koka ma shumë I ka punu ati. Dhe se nja kam prish, sepse ka qenë ma shumë, ma viseshaftler ka kanë, ma shkencëtar. Dhe ka potencu, kjo është e drejt, dhe kjo është e vërtet. Dhe qëtë kanë thënë gjojën se ne kanë qe, pra e kanë pranu argumentueshmërinë e ati. Përfundimi, medhebi Hanefi nuk është mendimi një njeriut. Ka thënë Ebu Hanifi, jo. Por është trashëgimi e drejt për drejt nga pejgamberi sa sem përmes sahabëve dhe tabiinëve. Po është Haneficia, tabiinët, sahabët dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka njerëz këto. Ka njerëz të cilët janë a ishte për shembull, vetëm me njerëz. Një rrugë, pejgamberi sahab ishte Abdullah bin Mesud. Abdullah ibn Mesud. Ka shkuar në Kufë njeriu. Ti kush është? Alqame Ibrahim Nahi. Edhe nga tabiinët,
ti themi Ebu Hanife edhe pse është tabiin, ta marrim Ebu Hanifin këtë rast. Ebu Hanife. Edhe pse është nga tabiinët. Ne dhe marrim nga tabiinët. Do të thot, a ka njerëz që ka shku dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka njerëz. Nuk është ku të kot thënje e Ebu Hanifes. Edhe këtë e thamë, ma shkurt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithi rreth leximit të Fatihas. Ka një hadith. Sahabët e kuptojnë e transmetojnë. Abdullah ibn Mesudi nuk lexonte pas imamit në namaz me zë. Njëri prej atyre. Tabiinët, Ibrahim an-Nahiu, nxënësi i shkollës së Ibn Mesudit, e forcoi këtë kuptim xhamatin dëgjon nuk lexon. Ebu Hanife mori këtë zinxhir dijesh, e formuloi rregullin në namazet me zë nuk lexohet pas imamit, në namazet pas zë nuk lexohet por heshtet. Zinxhiri plot. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Ibn Mesudi, Ibrahim an-Nafiu, Ebu Hanifja. Përfundimi, ky nuk është mendim personal, por është një vijë e gjallë dijesh që vjen nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe vazhdon pa ndërprerje deri tek medhebi Hanefi. E pat kronologjia si shkon. Dhe një shembull. Tash më dëgjoni një gjë, e fundit është kjo, e fundit, besoni se e fundit është. Tash një shembull me marr një mësim ta lexosh kështu, ta përzin, ta bën lëmç. Dëgjon. Edhe pse jeni tri, por është mirë të ta keni parasysh. Kur shkurorzohet, gjë më e keqe, më dal tem tjetër, gjë më e keqe është, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjë më e urryer tek Allahu, urrejtur tek Allahu është shkurorzimi. Pra halali më urrejtur është shkurorzimi. Gjë më shejtani më qif që e ka kënaqet është kur njerëzit shkurorzohen. Allahu na ruaj. Nuk ka mashkull burr perfekt, as ka shkurorzimi. Shajtin, më thënë si thënë? Po. Shajtin, ja. Shkurorzimi. Kjo nuk ka gjë, nuk ka njeri perfekt, as burr nuk ka perfekt, as mashkull nuk ka. Por ja që Allahu njeriun e sprovon dhe sprovat janë të tillë. Allahu kë e sprovon, s'ka vetëm derën t'ia shele, ashtu Allahu e ka përcaktuar. Por ja që ndodhin, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndodhur, disa muaj më ndër është kthy. Pra edhe atij ka ndodhur. S'm thuaj se si ka ndodhur atij, edhe atij i ka ndodhur. Por një gjë. Tash është shkurorzu bashorti, ajo gruaja. Ajo do të martohet edhe një herë. Normal martohet njeriu. Tash do të prese. A është me bar, a nuk ka me bar? Ma ndëgjon me vëmendje. Do të prese 3 pastrime. Gjinia femrore ka pastrim mujor. Pra menstruacion si ka pastrim mujor. Në rregull? Por ajo ka pastrim datë kur fillon dhe datë kur mbaron. Jo të ri, pra hadithi pejgamberit është prej 3 ditë deri në 10 ditë, ka edhe 15 ditë që kanë. Kur fillon dhe kur mbaron. Dëgjoj, Allahu në Kur'an thot: "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru", mbaj mend. Gratë e shkurorzohet do të presin 3 quru, 3 pastrime. Janë shkurorzu, do të presin 3 pastrime. Ta shon, a me barë, nuk ka me barë, si është rendi. 3 pastrime po. Anë fillim, anë fund. A sa nisën menstruacion, do të thonë, ato pastrime do të përfundon kjo ajeti, do të thonë, deri aty është Allah, po do të presin përfundojnë ato. Të rregullohet këtë. Po që ka lidhje? Si s'ka lidhje? Është me rëndësi edhe ajo. Dhe është gjë shumë e rëndësishme. Ku është problemi? Fjala quru në gjuhën arabe ka 2 kuptime të sakta. Tu duhet përmenden. Është temë e gjerë, vetëm shkurt i vi për ju. Mund të ketë në kuptim menstruacioni hajdin, kjo do të thotë gruaja pret derisa t'i kalojë 3 cikle menstruale të plota, pra i vjen menstruacion përfundon 1, i vjen përsëri përfundon 2, i vjen për herë të tretë përfundon 3, përfundon ama. Pas përfundimit të tretë mbaron ideti, kjo quhet idet dhe mund martohet. Kjo zgjat më shumë është më e sigurt juridikisht. Pra kur përfundon, jo kur nisen, kur përfundon pastrimet dhe pas asaj. Për tretë herë kur përfundon, rregullohet, pra pastrohet edhe mund të martohet. Kjo është quru. Pra kështu kalon Kur'an. Por ka edhe një kuptim tjetër. Mund të ketë kuptimin e pastrimit, sa të fillojë. Kjo do të thotë, gruaja pret 3 periudha të pastra mes menstruacion. Pra, pas një menstruimi hyn në pastërti, pastaj pastërti tjetër, pastaj e treta. Pra kjo është fillim. Ama është distanca 10 ditë, do njëna do mund të ketë 15 ditë. Kur duhet, se do të martohet njeriu. Kur? Këtu ideti mund të përfundoj më herët. Kjo është fillim thash. A tjetra ishte në fund, kjo është në fillim.
Pyetje për audiencën, pra për ju, për ndalo këtu. Pra. Thuaj, nëse thua unë ndjek vetëm Kur'anin, valla vetëm me Kur'an, vetëm me hadith, ka nuk është ashtu. Cilin kuptim ta marrësh këtu? A hajdin apo pastërtin? A në fillim apo në fund? Që të dyjet janë të sakta. Të dyjet janë të sakta gjusësh, por nuk mund të aplikon një kusish. Callën do ta bësh? Ti e hoq të pyet njeriu. Kur të martohem hoq? Atëherë, çfarë bëjnë dietarët e medhebit? Çfarë bëjnë? Hanefit thonë Kuru me stacionin hajt do të thotë dhe këtë e mbështesim me përdorimin e gjuhës arabe si e përdorin, mendimin e save, analizë juridike. Përfundimi që do të theksohet fort, edhe Kur'ani nuk kuptohet pa interpretim. Pak do të dish dënisen në Kur'an. Gjuhën arabe thellë, sahabët si e kanë praktiku, si e kanë marrë tabinet e kështu me radhë. Prandaj medhebi nuk na largon nga Kur'ani, por na shpjegon atë. Medhebi ta shpjegon Kur'anin më mirë. Dhe nëse një fjalë në Kur'an ka dy kuptime, atëherë nuk mjafton vetëm leximi, duhet edhe kuptimi. Unë e lexova valla hadithin që të shohësh hadithin, po duhet ta kuptojsh. A ka hadith tjetër, a ka ajet tjetër për Kur'anin? Do ta dish pa metodologji, pa rregull, pa visenshaf, pa shkencë, pa dije. Çdo njeri mund ta kuptoj Kur'anin sipas vetes. Valla mu ma merr mendje, edhe te bot feja viran bëhet. Këtu është medhebi, ka datë linjët e mendimin taj që e ki. Se këtu ka rregull, këtu ka shkencë. Me vite kanë harxuar ato. Ditër e shekuj derisa ka dalë një shkollë juridike. Dhe metodologji e kupton ashtu siç duhet. Pra rregulla, kja ditë përpara, kja ditë kët, ajeti atë kët. Si kana meselja. Kështu, jo glau, sepse nuk e dish vet. Allah u shpërbleft. Faleminderit për respektin. A ka doni pyetje? Mund ta ndalim atë kada. Edhe mandej vazhdojmë me pyetjet inshallah. Inshallah kemi qenë të qartë, edhe inshallah kemi dhënë edhe hakun atë që dëshim ta potencojmë